3 lulishtet qytetit Korçës janë në proces rehabilitimi nga ana e punonjësve të ndërmarrjes së shërbimeve publike pranë Bashkisë Korçë. Bëhet fjalë për 3 nga lulishtet më të vjetra të qytetit, siç është Lëndina e Lotëve, Bashta e Sanijes dhe lulishtja e Themistokli Gërmenjit. Në to është duke u punuar për zvendësimin e stolave, duke vendosur stola të rinj për zvendësimin e koshave si dhe rehabilitimin e këndeve të lojrave. Fillon të zvendësojmë stolat e vjetër në disa lulishte të qytetit, faktikisht në 3 lulishtet më të vjetra të qytetit, me stola gize, ashtu siç kanë qenë dhe dikur, që është lulishtja që ne po shohim, në të cilën aktualisht nuk janë përfunduar akoma punimet, do vazhdojnë me lyerjen e drasave me llak. Është përfunduar lulishtja përballë me prefekturën, lulishtja që populli e quajnë Bashkë e Sanijes, dhe do vazhdojmë edhe me lulishten tjetër që është në qendër të qytetit, me lulishten Themistokli Gërmenji. Të gjitha këto punime ne i kryejmë faktikisht ndërmarrja i kryejmë çdo vit, sepse gjatë vitit, gjatë dimrit të themi, ka shumë dëmtime dhe ja vlen për theksuar që dëmtimet janë jo vetëm të kohës, por faktikisht edhe nga dëmtues të tjerë, njerëz të papërgjithshëm, që unë e vlerësoj se janë adoleshentë dhe ne kemi folur vazhdimisht për të folur adoleshentëve qoftë nga prindërit qoftë edhe nëpër shkolla, sepse dëmtimet që janë të shumta. Rehabilitimi këtyre lulishteve është mjaft i rëndësishëm edhe për qytetarët, të cilët zgjedhin që në momente të ndryshme të ditës të kalojnë kohë në këto hapësira të gjelbëruara. Shumë bukur të kënaqurin. Stolat ishin për i bret, tash janë dhe shumë bukur. Kënaqësi të rish. Me përfundimin e këtyre punimeve, punonjësit e bashkisë do të vazhdojnë edhe me mbjelljen e barit dhe luleve për çdo lulishte.